Miqtë të dashur, jemi rikthyer sërish bashkë në studio para se të shkojmë me rubrikën tonë të përjashme. Një falënderim i posaçëm shkon për sponsorin tonë Golden Eagle Erotic. E në vazhdim vjen për ju rubrika e vërtet e pa vërtet. Dhurata Dora bën operacion plastik? Kjo nuk është e vërtet. Të paktën ky është reagimi i këngëtarës. Nga burimet e emisionit privesi dhe nga fotografitë e postuara në rrjetet sociale, shihet se në fytyrën e Dhurata Dorës ka ndodhur një ndryshim. Punda nuk është më ajo e mëparshmja. Ne kontaktuam këngëtarën në fjalë për ta konfirmuar këtë lajm, por ajo e demantoi. Pavarësisht kësaj, këtë mund ta gjykoni ju vetë. Genta Ismaili përsëri në jurinë e gjeniut? Kjo është plotësisht e vërtet. Me sa duket, talent show Gjeniu i vogël u nda i kënaqur me punën e Genta Ismailit. Produksioni i këtij spektakli ka vendosur që sërish këngëtarja të jetë pjesë e panelit gjykues. Ky format televiziv shumë shpejt do të fillojë të transmetohet, gjithashtu duke zbuluar shumë talent të vegjël në muzikë. Përpos këtij impenjimi tremujor, Genta shumë shpejt do të sjellë klipin e saj më të ri. Nejat Osmani inspirohet nga klipi i Gökhan Üzen? Kjo është e vërtet. Videoklipi i këngës Boll nga Nejat Osmani duket se është inspiruar nga kënga Nifar Keder e këngëtarit turk Gökhan Üzen. Shumë skena nga videospoti i këngëtarit turk janë të ngjashme me ato të këngës Boll. Nejati kishte kohë të mjaftueshme ta përshtatet klipin pasi ka një vit nga publikimi i këngës Nifar Keder, ndërsa ajo e Nejatit është publikuar në qershor.